Buongiorno. Bene, e voi? Bene, benissimo. Molto contento di essere qui. Anche noi. Grazie. Si jeni? Mirë. Këto zgjedhje janë parazgjithash për ekonominë. Ne kemi përcaktuar Made in Albania si krenaria kombëtare. Dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që të mbështesim prodhimin shqiptar, të mbështesim Made in Albania. Të bëjmë gjithçka për suksesin e sipërmarrësit shqiptar. Të lehtësojmë në maksimum në mundshëm barrën fiskale, të mbrojmë eksportet. Ju jeni sipërmarrje eksporti. Unë kuptoj vështërsinë shumë të madhe që ju krijon narko-euro. Narko-euro është një goditje shumë e rëndë për qindra dhe mira punojës dhe sipërmarrje. Ata sjellin kontejner e vagona me euro të drogës dhe rrëzojnë për tokë euron në Shqipëri. I shtrojnë në kullat e drogës dhe korrupsionit, kurse sipërmarrjet
për shkak të rënjes dramatike të kursit të këmbimit, shkojnë drejt falimentimit dhe falimentojnë me shumicë. Qeveria do të kompensojë çdo qindar të kursit të euros për të gjithë eksportuesit, gjë e cila i bën ata të punojnë në kushte më të qeta, më të sigurta. Të kesh një rënje të euros në 35% sa që është rënja, është pothuaj shkatrimtare. Është pothuaj shkatrimtare, mbasi këto kanë bëjnë, janë në sipërmarrje, një sipërmarrje që keni të bëni me euro dhe shkëmbimi bëhet me euro. Në këtë kontekst, një bord i veçantë do të ngrihet për të monitoruar lëkundjen e kursit dhe për ta kompensuar për çdo sipërmarrës. Gjersa ne, me gërshërët e ligjit, t'ja u presim rrugën të gjitha këtij dynjes të kokainës dhe parave të kokainës, për të cilat nuk ka nevojë. Ekonomia shqiptare ka nevojë për prodhim. Prodhimi në Shqipëri po bie çdo vit. Ka një rënje të dhimbshme shumë, e dhimbshme sepse shoqërohet me humbjen e vendeve të punës të mira djemve dhe vajzave, burrave, grave që detyrohen të marrin mërgimin si alternativë vetëm për të mbijetuar. Gjithashtu, unë jam sot këtu për të zotuar para jush, energjia elektrike do të paguhet me 6 lekë. Shqipëria do ketë çmimin më të lirë të energjisë në Europë për biznesin. Ne e kemi patur. Nuk është se po bëjmë një diçka të re. E kemi patur, do ta rikthejmë përsëri fuqishëm në mënyrë që t'japim hapësirë më të madhe investimeve, por edhe të lehtësojnë biznesin. Natyrisht, sistemi më i ulët i taksave është vendimi ynë, taksa 10%. Është taksa më e lashtë. Në Bibel dhe Kur'an është taksa 10%, më e drejta. Dhe nuk mund t'i marrësh tjetrit, nuk duhet synosh t'i marrësh tjetrit më shumë se 10% taksa. Ka një moral njerëzor dhe ne i përmbajmë atij morali. Ne jemi të bindur se ajo është taksa më e drejtë. Edhe diçka që është e drejtë funksionon shumë më mirë. Kur e vendosëm për herë të parë në taksën 10%, ne ishim të vetmi në 2005. Ne na thanë që do të hapsonin nga kjo gjë. Do t'u falimentojnë financat. Dhe mirë i thamë ne. Ju rrini fondit monetar, shifeni si po ecën dhe ne po e bëjmë. Dhe ata vërtet qëndruan anash. Ne e bëm dhe në fund të 6 muajve, në arkën e shtetit, si që thonë fjalës, në buxhet erdhen 300 milion euro më shumë se sa që kishin ardhur me taksat e larta. Pra, taksa e drejt funksionon shumë më mirë, lehtëson biznesin, ja len parat në konto biznesit dhe biznesi i përdor ato për të investuar, i përdor për të rrit rrogat, i përdor për të përmirësuar kushtet e punës. Në këtë aspekt ne do krijojmë pra lehtësira të mëdha fiskale për biznesin. Do të ulim naftën. Tani
ata që s'kan vetura mund thonë se po ç'na duhet nafta. Çdo njeri paguon në çmimin e naftës. Çmimin e naftës, ata që s'kan vetura e paguajnë në transportin që bëjnë me autobus, e paguajnë në çmimet që blejnë në dyqane, sepse rritja e çmimit transportit rrit çmimin e mallrave që blejnë. Ne kemi çmimin më absurd. Nafta vjen nga Durrësi, me Gjemi, me anije. Nafta për Kosovën vjen nga Durrësi. Në Kosovë shitet 30-40% më lirë, në Shqipëri shitet 30-40% më shtrejt. Po pse shitet më shtrejt? Sepse qeveria e taton naftën 1.1 euro. Nëse ti e taton, pra, qeveria ju merr nga xhepi çdo qytetari për 1 litër naftë ju nxjerr nga 1 euro. Kjo është hata. Është hata e vërtet. Jo, kjo do hiqet. Nafta do të tatohet një lloj sa në Kosovë, një lloj sa në Maqedoni, dhe çmimi i saj ju garantojun ju që do të bjeri minimumi me 40%. Punojësit në rrogat ulta 500 euro do kenë zbashku me pensionistët kartën e konsumatorit. Kjo do jetë kartë konsumatori që ju do mund të merrni të vëshën e të gjitha gjërave bazë, ushqimeve, gjërave bazë që blini nga qeveria, nga shteti, kundrejt kuponave që dorëzoni që keni ble, dhe kjo shkon në 450 euro në vit, shkon parafrasisht sa një rrogë, ose kur ja po me pensione shkon sa 2 pensione. Pra ne duhem të ndryshojmë në mënyrë rrënjësore gjendjen, jetesën, mirëqenjen e qytetarëve. Ne do vendosim rrogën 500 euro për minimale, por ne në dialog dhe në bashkëpunim me sipërmarrësit. Ne do bëjmë gjithçka që kjo të mos dëmtoj nuk është qëllimi se pastaj ti çosh sipërmarrjet drejt falimentimit, ajo është marrëzi, pra ne do të kemi një dialog shumë të mirë me sipërmarrësit, me përllogaritje të sakta, çfarë duhet ne të kompensojmë që ju të keni rrogë minimale 500 euro. Dhe përveç kësaj rroge, ju do keni nga qeveria, këtë jo nga sipërmarrësi, kartën e konsumatorit, ku do t'i merrni ushqimet me një minus 20%, pra do merrni taksën e TV-shën. Do ketë bonuse për fëmijët. Ne do vendosim bonuse për fëmijët për shtesë në rrogë. Shtesa në rrogë për fëmijët nga qeveria do t'jetë për fëmijën e parë 70 euro, për të dytin 60 euro, për fëmijën e tretë do të rritet nga linja gjerë në moshën 23 vjeçare, do marrë përsi për çdo shpenzim qeveria. Pra, ne do të ndjekim politikën e fëmijës së tretë, sepse ne u shkatruam. Kjo politik u paksum në mënyrë të tmerrshme nga largimi. Kjo politik e fëmijës së tretë i ka shpëtuar kombet në histori. I ka shpëtuar nga zvoglimi i tyre i madh. Sikundër, do bëjmë gjithçka që fëmijët, djemtë, vajzat, ata që janë larguar në mërgim, ata të kthehen në Shqipëri.